Biblioteka e Korçës po shton vazhdimisht fondin e saj me tituj të rinj, të cilët vijnë kryesisht përmes dhurimeve nga autor, studiues dhe qytetarë që kontribuojnë për pasurimin e hapësirave të leximit. Në vizitën e tij më të fundit në bibliotekën tonë për të shqyrtuar dhe për të hulumtuar në materialet e Fondit Albanologjik, specifikisht gazeta Koha e Mihal Gramenos dhe Lidhja Ortodokse, studiuesi David Hosaflok, njëkohësisht drejtor ekzekutiv i Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante, i dhuroi bibliotekës disa tituj shumë të rëndësishëm dhe interesant që lidhen me jetën e Sevasti Qiriazit, Dori Qiriazit, si dhe me historinë dhe me rrugtimin e librit shqip krahas veprimtarisë protestante në Shqipëri. Profesor Spiro Grashdani ka dhuruar bibliotekës një fond të librave universitar, tekste universitare që lidhen me fizikën, biofizikën, bioteknologjinë dhe agrikulturën. Eqrem Meçollari na ka dhuruar veprën e tij më të fundit, një vepër masive me studime për florën dhe faunën e oparit. Dhurimi më i fundit është bërë nga autoria Raimonda Mojsiu, e cila ka sjellë për bibliotekën kopje të 2 botimeve të saj më të fundit. Libra tashmë do të jenë në dispozicion të lexuesve, duke u shtuar alternativat për të apasionuarit pas letërsisë dhe botimeve bashkohore. Autoria Raimonda Mojsiu ka dhuruar kopje të 2 titujve të saj më të fundit, por edhe 2 përmbledhje me veprën poetike dhe në prozë të autorit Hakim Gjakova, si dhe një vepër studimore që është fjalor i veprës së këtij autori. Shtimi i titujve të rinj shihet si një mënyrë për të afruar qytetarët me librin dhe për të mbajtur gjallë kulturën e leximit.